Një president që ju pëlqen këtë rast të dyja partive politike, një emër që përbashkon, është konsensual, është i pranueshëm në ato kritere që janë vendosur prej të dyja taboreve. Jo, as pak nuk është vështirë, përkundrazi është për të ardhur keq dhe madje pafalshme që fillimisht të shtyhen afatet, në këtë rast afati kushtetues prej 30 ditësh për konstatim të kuvendit dhe pastaj në ditën e fundit të kërkohet një afat shtesë i cili ta mund të supozohet që tjetë disa orë, 48 orë ose në gjajshëm, dhe jo me ditë të tëra, dhe kjo çështje, ky transakcion do të duhej të zgjaste në rastin më të mirë dhe më të gjatë disa orë, në rastin më të shkurt, më racional dhe efektiv vetëm disa minuta, për të marrë vesh kriteret, parimet për cilat ata flisnin dhe bisedonin në rundin e para po të dytë bisedimit me zveti, thjesht janë të përcaktuara qartë dhe çiltër në kushtetut dhe aty dihen edhe kushtet dhe janë të shënuara zeza në të parë se çfarë duhet të ketë një kandidat për president apo presidente. Pra e tëra është një shtyrje, një mosbesim, një zvarritje e panevojshme madje që mund të bijë gjithsesi në çështje interpretimi të vendimit gjykatës kushtetuese nëse bazohemi edhe në shkeljet kushtetutës dhe prandaj nuk ka nevojë as më tepër që të shtyhet, kanë mund bisedojnë dhe ti përcaktojnë edhe sonte, prandaj po them që në këtë gjendje të një paralize politike, në një mungesë institucionale, pra të institucioneve, në një gjendje të rënies së lirë të shtetit, pra dhe të institucioneve të tij në një dubioz që opozita konsideron që është shkelje, po edhe kushtetuta vetë thot qartazi në dispozitat e saj që është në shpërputje të plot pra mandati i deputetit dhe ekzekutivit, janë probleme që do duhet të shtynin, të mendonin seriozisht këtë rast këta dy subjekte politike që janë në transakcione politike mes tyre për një marrëveshje me të drejtë dhe imperative, themi konsensuale për sa i përket presidentit që këtë punë ta bënin për disa orë në rastin më të mirë. Zotë Braliu, kush është ai personalitet që mund të jetë emri i arshëm për president të Republikës Kosovës? Kosova Shkodran ka pa numër emra të tillë nga burrat dhe gratë e këtij vendi, nga vajzat dhe djemt, dhe kjo nuk është fare vështirë për ata të cilët janë në pushtet dhe nuk pretendojnë që të ketë aty personalitetet të cilët nuk i kryjnë detyrat e tyre në përputhje me nenin 84 të kushtetutës, që janë 30, saksisht 30 kompetenca dhe obligime që i ka presidenti apo presidentja vendit, dhe për këtë nuk ka asnjë dilemë. Për rastet e tjera, kur dikush ka synimet të tjera, qëllimet të fundit, siç thuhet në doktrinë, për të realizuar ndonjë themi synim elektoral ose për ndonjë barabitje politike me kundërshtarët apo rivalet politik, është çështje tjetër që si duket fatkeqësisht na ka ndodhur gjatë këtyre 2 viteve, pothuajse 2 viteve të fundit, është diçka që nuk do duhet na ndodhte, prandaj bazuar në zgjedhjet e fundit dhe goditjen në frymën e një mesazhi politik dhe të saktë që votuesi sovran ja ka dhënë të gjitha partive politike, pra gjithsej klase politike, duke mos dalur në zgjedhje, duke i dënuar faktikisht me mbi 104.000 sipër vota fituesin e zgjedhjeve, ndërkaq po ashtu edhe të tjerët me një ndryshim fare simbolik të LDK-ja, që po them është simbolik, atëherë do duhet ta kuptonin mesazhin dhe ta pranonin leksionin që duhet ketë një zgjidhje dhe të ndërpritet kjo sagë dhe odisejat politike, kjo betejë e paarsyeshme, e dëmshme dhe me pasojat pariparueshme për vendin nga këto subjekte politike, nga kjo klasë politike që gjithsesi fatkeqësisht po dëshmohet e papërgjeshme, pra pa dallim secili në fuqinë e vet politike, por gjithsesi ai që ka vota më shumë ai ka përgjegjësinë primare, pastaj edhe të tjerët në proporcion me fuqinë politike që kanë marrë, pra në këtë rast më thjesht ta them me mandatet e deputetëve në kuvend, kanë përgjegjësi dhe këtë përgjegjësi dhe përgjegjëshmëri ata nuk e kanë kuptuar si duket për arsye se po sillen
përveç LDK-s në këtë rast, që si duket e ka marrë pak a shumë seriozisht leksionin dhe mesazhin e publikut dhe si votuesit, të tjerët edhe vetëvendosja si fituese bashkë me koalicionin e saj, nëse merren vesh dhe përfundojnë suksesshëm një marrëveshje për të cilën po flasim, atë tjerët si duket nuk kanë marrë porosinë e dur dhe në këtë rast, nëse shkohet në zgjedhjet e parakohshme do të